sot ai një farë mënyre për ne që e lexojmë mund të themi që e kanë nxjerrë zbuluar gjyqtaren, por në fakt duke e parë në fat gjatë ai po i jep një dorë. Ne tani të merremi. Unë them që kanë nxjerrë zbuluar drejtësinë e re, me thënë vërtet. E kanë nxjerrë zbuluar, më do të zbuluar është për shumë kohësh, po ky është temi heqja e çarçafit. Një nga çarçafët e fundit. Ajo është e dukshme, po e kupton ku ka arritur absurdi ose qesharakja në këtë histori. Domethënë ma sill dhe atë këtu, sepse është një pretekst komunikimi që ne të merremi, ta shpërqendrojmë vëmendjen, të merremi me hijen dhe jo me topin. Është tentativ. Për ty që ka 30 kusur vite që e ndjek këtë histori, është banale mo, edhe për mu. Problemi është që mund të ketë efekt andej tutjes. Ku do ketë efekt? Tek populata. Po, patjetër. Ja, do ta shohim premten kur të rrëzohet prapë qeveria. Arbër? Duhet parë në dy këndvështrime. Së pari në aspektin ligjor dhe në aspektin politik. Në aspektin ligjor nuk ka asnjë gjë të jashtëzakonshme, madje unë mendoj që është një strategji e mirë menduar dhe le t'i heqim kapelen mbrojtjes së zotit Berisha, për aq kohë sa e kanë menduar që ta thrasin edhe zotin Rama. Ata në rregull janë. Duhen dhënë Cezarit. E kanë kërkuar edhe në SPAK ata dhe sy pranua. Mirë, okay, po janë drejtën tyre ta. Dhe këtu nuk ka asgjë të jashtëzakonshme, mbrojtja mund të thrasë secilin prej dëshmitarëve që e mendon të arsyeshme për të provuar diçka në respektim të drejtave dhe lirive procedurale që mbarti Pandeuri që ja jep kushtetuta. Dhe këtu nuk ka asnjë gjë të jashtëzakonshme. Unë besoj që është se ajo komedia e Shakespeare-it shumë zhurmë për asgjë, për aq kohë politikisht tani, për aq kohë sa zoti Rama po thritet në cilësinë e dëshmitarit. Do thritet në cilësinë e dëshmitarit, do i përgjigjet së pari pyetjeve të avokat. Kam një pyetje se ju e dini, ka për shembull mund të shkojë avokat apo do të shkojë vetë fizikisht? Dhe nuk ka nevojë as për avokat, sepse ligji procedural nuk ja garanton të drejtën për të mbrojtur me avokat, sepse është dëshmitar. Do pyeten mbi fakte dhe rrethana që kanë lidhje me aktin administrativ, nuk ka rëndësi 20, 30 apo 50 vjet, për aq kohë sa do pyetet. Fillimisht do pyetet nga ana e mbrojtësve, më pas do pyetet nga ana e përfaqësuesve të organit akuzës, nëse kanë pyetje, dhe përfundimisht do pyetet nga ana e gjykatës. Unë nuk besoj që zoti Berisha, pavarësisht lidhjes apo jo me zonjën Ulliri, e ka aq të lehtë procesin e pafajësisë. Për aq kohë sa janë 3 gjyqtarë dhe pafajësia duhet të merret me vendim unanim. Pra, unë nuk besoj që zoti Berisha procesin ligjor. Zotin Berisha si fashëm, është kapitulli i raportësor. Unë këtu flas për një gjykatë e cila ka kaluar vetingu. E cila ka kaluar edhe ato testin, jo vetëm testin, se testin financiar mund ta kalosh, por ka edhe test karakterial. Shiko, ajo dorëheqje vetingu duhet në teori të testonte, po siç ka testuar nuk e di. Ajo dorëheqjen e dha. Tani është detyra e kryetarit të gjykatës. Ajo dorëheqjen e dha, po mos ta jep edhe dorëheqjen. E dha formalisht sepse le di shumë që ligji s'kishte konflikt interese me që është vajza e Xhajit. Ajo e ka dhënë dorëheqjen. Unë besoj që përgjësia zdutja për me neme se unë kam edhe mikë se Shqipëria shëvur. Edhe Gon Zhukre e dha dorëheqjen, po pastaj ja dha vendimin Berishës. Edhe kjo dha dorëheqjen dhe pastaj ja lehtësoi masat edhe martesat e Berishës. Pra në rastin e Gon Zhukrit ishte gjyqtar monokratik. Në rregull pra, dakor, nuk ka rastin konkret. Unë po përmend faktin, këto janë faktet. Edhe Zhukre dha dorëheqjen, po nuk ja pranuan dhe ja dha partin Berishës. Unë po marr përsipër që të bëj një bas publik me ju dhe zoti Berisha unë nuk po t'jap faktet. Do të dënohet për këtë pjesë. Të paktën ashtu siç e shikoj unë. Dhe jam i gatshëm që të vej. Ju mendoni që do dënohet? Nuk ka rëndësi. Unë dua që të ketë proces të ndershëm. Pastaj lirohet, dënohet, ato e vendos gjykata. Po këto veprimet që bëhen përpara, nuk ka asnjë gjë të jashtëzakonshme, është hera e parë, unë nuk besoj që mund të jetë edhe hera e fundit, që një kryeministër në detyrë thritet si dëshmitar. Ktu nuk aq më tepër që nuk thritet në cilësinë e kryeministrit, po ishte kryetarit të bashkisë. Zoti Rama mund të ishte edhe pa punë dhe të thritet në cilësinë e dëshmitarit. Ata një kontekst gjëja apo jo? Politikisht jam i pa aftë ta komentoj le të themi, sepse shkon tek kompetencave të mia. Ligjërisht si njeri, ne jemi gjithë qenë politike. Unë besoj që është një lëvizje e duhur, zoti Berisha e tradhtoi jo vetëm fytyra, po e tradhtoi edhe leksiku i tij të folurit sot. Edhe nuk mundi të mbante një poker face, pra që të ishte aq i pak të tronte ftohtësinë. Se frenoi dot entuziazmi. Megjithatë le ta shohim si do të. Me që ti
kritik i hershëm i reformës në drejtësi dhe ka po t'jep drejt, ndërkohë që ajo kalon. A shikon diçka që nuk shkon sërish në këtë sistem? Pse po them, se po sot Poker Face nuk është oftyrën e dëshpëruar të Mark Nikës, që sot shkon dhe i kërkon parlamentit, bëj një rezolut, shkon SPAK nuk me përgjigje. Pra le temi nga ana tjetër shikon një gjë tjetër që minimalisht duhet ishte trajtuar në mënyrë të ngjashme ose të njëjtë ose të barabartë. Dhe ai shkon sot të kërkon rezolut parlamentit që të zbardhet në mënyrë të shpejtë, në mënyrë urgjente. Po dakor, po është lëvizje e dëshpëruar e ti, kupton sepse ka kaq vite. Ka ardhur nga Strasburgu që është krim shtetëror, që diskuton, hyj me kokë asaj. Para muajsh në SPAK. Një nga çështjet e reformës së drejtësisë ka qenë çështja e 21 janarit. Nuk u zbardhën autorët, do luftojmë drejtësi e re, por konstatojmë që e keni sti. Po që po një nga tani jemi para një fakti të gjallë. Personi nuk po gjen drejtësi. Gjykata e Strasburgut ka konstatuar dhe gjykata e lartë ka konstatuar që organet e brendshme, prokuroria shqiptare nuk ka hetuar zyrtarët e lartë. Nuk ka hetuar. Domethënë tani bëhet fjalë për para 15 vjetësh. Ndërkohë, edhe kryeministri Rama që po flasim që mund të pyetet për ngjarjet që ka firmosur 12 akte për ngjarjen e Partizanit, do të thoshë çka ke firmosur 2006, domethënë që janë para 20 vjetësh. Pra ne konstatojmë çështje të cilat janë lënë vite dhe prapë dekada dhe mos them që rrezikojnë të shkojnë te sheku që mos kem mundësi që t'ja lejmë trashëgimi fëmijëve që shif se është një çështje do eci para. Shka tregon që drejtësia e re ka dështuar në zbardhjen e këtyre ngjarjeve. Po them se ne kemi bërë analizat, mos bëjmë dhe përsëritje, por janë disa veprime hetimore që duhen të kryen. Pra ka pasur ndikime të palishme. Ka pasur ndikime të palishme. Ish ministri i brendshëm Lulzim Basha ka shkuar te Bamir Topi dhe i ka thonë dikote Ina Rama. Që të mos ndalohen këto. Atë çfarë interesi ka pas Lul Basha që shkon? Se ne shkojmë kot. Pra pse ke shku tek presidenti i Republikës, duhet sqarohen. Duhet pyet prokurorët përgjithshme. Të ka ardhur Bamir Topi apo jo? Ka pyet për të çështje se ke qenë ai ka shku 2 ditë para. Domethënë një ditë mas. Bamiri e thot vetë te libri këtë, s'është nevojë. Edhe libri Bamir Topit është libër. Ai, domethënë, është shumë i pastër kuptimin, shumë i qartë në atë që ka ndodhur. Pra, domethënë, ai thon libër dhe neve rrim. Tani dhe me drejt Mark Nika nuk ka gjetë drejtësi të organet e ndjekjes penale dhe tani pret një rezolut nga ana e parlamentit. Por rezoluta çfarë është? Organi i ndjekjes penale është SPAK-u. Pra SPAK-u që do të zbardh ngjarjen. Nuk mund ta zgjat, u mblodh një komision parlamentar ku do arrijë. Organet e ndjekjes penale duhet përcaktojnë saktë rolin e çdo kujt në ngjarjen e 21 janarit. Jo, fakt, ajo rezolut kalon me 83 vota. Problemi është ato 83 vota janë po një deputet politik që bërë reformën drejtësie, e cila sot